Ndërtimi ujësjellësit për furnizimin e banorëve të fshatit Bërtis me ujë të pishëm ka rezultuar i pasuksesshëm, pasi në qezmat e shtëpive uji vazhdon të jetë i pakonsumueshëm. Sipas banorëve, uji është gëlqëror dhe për këtë arsye kanë frikë ta pinë. Si zgjedhje ato kanë gjetur një alternativë tjetër, duke mbushur ujë me bidon në burimin e vetëm që ndodhet në rrjet e Bërticës. Ujë të pishëm vetëm në përburime, se ujësjellësin e kena, pa është ujë gëlqëror nuk pihet. Kështu që bo marrë me i hap aristorat e qesmen e ka një kaq gëlqere në nuk pihet. Ne marrëm bashallek me ujtë bashallekut. Aja është ujë për smarit, për ne. E kanë bo ujësjellësin, por nuk duhet asilek. Me bo më hongër edhe ban me mërzi. Ujtë vjen. Po, rollë, vjen më rollë. Kene të të gjonë, vesh vjen më rollë, Ujtë pishëm, s'ka ujtë pishëm këtu. Vetëm me logë, se pim të orku marrëm, tonë të orku dhe atë ne kanë me ujtë. Nuk ka ujtë pishëm Bërtica, vesh kur shflasin këtë. Unë shkoj e marrë atje, me letë mator, ko 4 bidona, 5 shkoj e marrë të makinat. Edhe atë ne ka bëkushtë, jeti. Në këtë gjendje jena të poktën tash 3-4 vjetë që shtu. Jerë mos pojtë e mua, thanë ujtë pishëm, kur i bon analizat nuk pijet. Mushe Aristonin del një ka shbohet në tonë. Qartë jeshtë këtë tonë që atjenë. Tonë Bërtica shkoj me morën qatje. Edhe pse janë shpenzuar miliona lek nga taksat e qytetarëve, edhe sot fshatet e Bërticës furnizohen vetëm 2 orë në ditë me ujë, ndërsa i vazhdon të jetë i papishëm, duke qartë se investimi nuk ka dhënë zgjidhje për këtë komunitet. Sipas banorëve, premtimet ndër vite nuk kanë munguar, por zona vazhdon të vuajë mungesën e ujit të pishëm, një element bazë jetësor për këtë komunitet.